e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Një lutje e shkurtër, por që mund ta ndryshojë komplet gjendjen në cilën jemi. Pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka mësuar që kur jemi në gjendje pikëllimi ose të na ketë kapluar mërzia, të themi: Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan. Që do të thotë: O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga mërzia dhe pikëllimi në cilin jam. Lexoje shpirtërisht sot këtë lutje dhe me siguri do e ndjesh ndryshimin në veten tënde. Dy fjalët që përdoren në këtë lutje, el-ham, e cila ka të bëjë për frikën që i takon të ardhmes. Pra çdo send mund të kemi në rregull në jetën tonë, por kemi një frikë të brendshme se mund të na vijë një e keqe në të ardhmen. Dhe kjo lutje ndihmon që Allahu ta largojë frikën që kemi. El-hazan, që është pikëllimi, dhimbja për të kaluarën, humbjet që mund të ketë përjetuar zemra dhe ato plagë pikërisht na ndjekin në ditët e sodit. Dhe ne e lutim Zotin që Zoti të na i largojë dhimbjet dhe plagët që kemi në zemrën tonë. Kjo lutje pra është strehë shpirtërore për besimtarin e vërtet. Është mirë të lexohet në mëngjes kur zgjohemi nga xhumi, në mbrëmje para se të flejmë, pas namazeve ditore çka i bëjmë, dhe në momentet kur na kaplon ankthi, pikëllimi ose kur ndjejmë lodhje të rëndë shpirtërore. Allahu na i lehtësoft brengat e kësaj bote dhe botës tjetër. Kaloni bukur, Zoti ju ruaj.